Dhjetra banor të fshatrave të Mirditës dhe Matit protestuan së bashku për shkak të ngecjes së punimeve të rrugës për Lat Lur. Ky segment u premtua nga qeveria Rama se do të ndërtohej duke zhvilluar potenciale turistike të zonës, por prej kohësh punimet nuk avancojnë. Për këtë arsye banorët kërkojnë shpjegime në lidhje me ndaljen e punimeve dhe dyshimit se fondet për rikonstruksionin e rrugës mund të jenë shpërdoruar. Ato banorë që edhe u mashtruan duke investuar në hoteleri, turizëm, agrikulturë, bujqësi e blegtori me shpresën se rruga do bëj, e rruga ngeli rrugve, prej 2 vitesh duhet të kishte përfunduar. Nuk është helbi vetëm të rruga për Lat Lur, e cila është një mega mashtrim. Na i morën mineralet e nën tokës, na i morën ujrat, na i morën malet tona, tashti çdo na morin tjetër, një copë rrugë që lidh 2 krahina, që lidh qarkun e Lezhës dhe të Dibrës, që në vendet e përbaruara janë projekte prioritare. Lurën e ka lanë kjo qeveri masdore. Ka 12 vjetë që kjo rrugë ka nisë mu ba dhe është shkatruar përfundimisht. Çdo rrugë është e prishme, nga Lura deri këtu në Forlat është e shkatruar komplet. Edhe traktori e tanku nuk kalon. Dhe qoftë ajo që unë ju them është që ne nuk do e lëm rrugën pa e bërë. Vetëm mos filloni që sot në Facebook thoni që pse s'u bë rruga, ju lutem se nuk mund të bëhen rrugët kaq kollaj sa thuhet fjala. Këtë deklarat të bërë nga Edi Rama 6 vjet më parë ku premtonte ndërtimin e rrugës, banorët sot e cilësojnë tallje, ndërsa paralajmërojnë për shkallëzim të protestave. Pra ne jemi këtu, t'i kërkojmë qeverisë shqiptare, mos tallet me ne me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Do të vijojmë në rrugën e Kombit, do nisemi të poshtë për Milot, do kalojmë edhe Fushkrujen, do ndalojmë në Tiranë, e ndoshta do ju hyjmë edhe në Zyra. Kam 2 fjalë me thënë Edi Ramës. Kur ishte në Lur para 3 vjetësh, të tha një qytetar në Lur, një fshatar, tha ti gënjen. Ti sak pas e gënjen shumë mirë. Bravo të qëf. Rrugën e dumi me na e bën shpejt e shpejt. E keni prish më shumë, ja keni rregullu. Mos u mashtroni, nuk e di ka keni frikë mor burr. Pse keni frikë? Me protestu për rrugën e kalamajve tuj. Qa është kjo frikë? Keni qef me shkue te Laknuri, te Tepsia. Qa e të frikëna? Po dalin për fëmijët tonë. Në aks janë kryer vetëm disa punime në skarpate dhe trasene rrugës, ndërsa në pjesë të caktuara të segmentit rruga ka pësuar shembje, duke u bërë rrezikshme për lëvizjen e mjeteve. Rruga nisi të ndërtohej 3 vjet më parë, por pa dhënë asnjë shpjegim publik nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, punimet janë lënë pa u përfunduar.